Konsumoni çdo ditë 5 kokra ara dhe do befasojeni me atë që i ndodh zemrës, trurit, gjithashtu edhe diabetit. Ekzistojnë shumë arsye pse duhet i bëni pjesë të përditshmërisë së suaj të ushqimit arrat. Duke konsumuar vetëm 5 kokra ara në ditë, mund të ndryshoni shëndetin tuaj për mirë. Përfitimet shëndetësore që do të merrni prej tyre do të jenë të larmishme për organizmin, ku sipas Healthy Line ato janë mjaft të vlefshme. Zvogëlojnë perimetrin e belit me 1 centimetër. Zvogëlojnë mundësinë e zhvillimit të sëmundjeve në zemër. Përmirësojnë shëndetin tuaj të trurit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Zvogëlojnë gjithashtu nivelin e keq të kolesterolit dhe gjithashtu janë të mira edhe për shëndetin tuaj të muskujve kundër spazmave. Ulin rrezikun e shfaqjes së diabetit, ulin rrezikun e shfaqjes së problemeve nga radikalet të lira, i përforcojnë kockat, lëkurën, gjithashtu edhe flokun tuaj. Por çfarë ndodh me trupin tuaj vetëm pasi keni konsumuar arra? Ndikimi i arrave në organizëm është aq i madh sa që disa persona e ndjejnë vetëm 4 orë pas konsumit të tyre ndikimin për shëndetin. Arrat për këtë kohë shquhen edhe për elementët ushqyes që japin trupit, për vlerat ushqyese, materiet dhe vitaminat. Arrat janë njohur si stabilizatori i tensionit. Antioksidantët që përmbajnë arrat përforcojnë zemrën dhe luftojnë sulmet e mundshme të zemrës. Yndyrnat omega-3 që gjenden me shumicë tek arrat zvogëlojnë ndjeshëm edhe ndjenjen e depresionit dhe sëmundjeve të ndryshme. Organet fillojnë të punojnë në mënyrë efikase duke parandaluar dëmtimet arteriale dhe efektet e tjera të dëmshme shëndetësore. Nëse konsumohen në mënyrë të moderuar, nuk do të shkaktojnë komplikacione. 5 deri në 8 kokra arra të konsumuara çdo ditë për ditën tuaj do t'japin edhe element ushqyes mjaft të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm. Arrat kanë dy fishin e antioksidantëve krahasuar me të gjithë arrorët e tjerë, dhe gjithashtu mbrojnë organizmin kundër radikaleve të lira. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe elementë ushqyes, të cilat do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Megjithatë, ekspertët shpjegojnë se 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë janë më se të mjaftueshme për të marrë këto elementë ushqyes për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Një studim të cilit i referohemi sipas Healthy Side doli në përfundimin se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë. Sipas të dhënave, konsumi i arrave parandalon kështu edhe sëmundje të ndryshme të zemrës, jep rezultate konkrete në përmirësimin e shëndetit dhe në balancimin e komplikacioneve kundër tyre. Sipas të dhënave, konsumi i arrave në dietën tuaj të përgjithshme do t'jap efekte pozitive për parandalimin e problemeve të radikaleve të lira dhe sjelljen e rezultateve fantastike për rigjenerimin e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, arrat, nëse konsumohen në mënyrë të rregullt, do të ofrojnë benefite të larmishme për mbrojtjen e shëndetit. Në veçanti, ngrënia 5 deri në 8 kokra arra në ditë do t'i ofrojë një mbrojtje kundër komplikacioneve të zemrës. Ndaj, ato nëse konsumohen në dietën tuaj të përgjithshme, do t'japin edhe një nxitje të mirë të shëndetit tuaj. Një studim amerikan analizoi të dhënat e 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit treguan se arrat janë mjaft të mira për shëndetin tuaj kardiovaskular. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden me shumicë tek arrat do t'japin rezultate mjaft të mira edhe për fuqizimin e shëndetit tuaj. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato kanë edhe përmbajtje të yndyrnave të këqija, por këto yndyrna janë në poli të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë shumë enët tuaja të gjakut. Shkencëtarët amerikanë shpjeguan se mjaftojnë 8 arra në ditë për të marrë përfitimet maksimale të tyre. Sipas tyre, duke ngrënë 8 arra para buke, njeriu do ta ketë më të lehtë edhe humbjen e kilogramëve të tepërt, sepse arrat nxisin gjithashtu ndjesinë e ngopjes afatgjat. Duke konsumuar 8 arra çdo ditë me stomakun bosh, pra para ngrënies, njeriu do të përfitojë proteina dhe minerale mjaft të rëndësishme.
Arrat janë të pasura me magnez, fosfor, hekur, gjithashtu me vitaminën C, vitaminën B, të cilat mbrojnë organizmin dhe e mbajnë atë gjithmonë më shumë të shëndetshëm. Arrat janë të pasura me element ushqyes, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në organizmin tuaj. Konsumi i arrave me moderim 5 deri në 8 kokra çdo ditë është më se e mjaftueshme për të marrë ndikimin pozitiv të tyre edhe për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Acidet yndyrore omega 3 ofrojnë edhe përfitime të mira në zhvillimin kundër problemeve të kujtesës dhe arresës. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat të cilët vuajnë nga depresioni. Këto vlera të mëdha ushqyese të arrave janë të larmishme pasi ato përmbajnë proteina dhe vitamina, acide yndyrore omega 3, lektin dhe yndyrna të shëndetshme, duke ndikuar kështu pozitivisht në rigjenerimin e organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Omega 3 dhe omega 6 që gjenden me shumicë të arrat do të japin rezultate mjaft të favorshme për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në komplikacionet e tij. Ato janë mjaft të mira për rritjen e qelizave, imunitetin, gjakun dhe parandalimin e komplikacioneve. Përfshirja e arrave në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një mburojë vërtet shëndetësore në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Arrat janë të mira edhe kundër problemeve tuaja të kolesterolit. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen vazhdimisht edhe me problemet e larta të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega 3, do të ulin këto komplikacione dhe do të sjellin gjithashtu edhe rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Arrat janë një mburojë shumë e mirë për shëndetin tuaj të lëkurës, dhe si të tilla do t'japin përfitime ushqyese për lëkurën dhe parandalimin e komplikacioneve. Vitamina B së bashku me vitaminën E që gjenden te arrat janë një nga produktet më të mira që ndihmojnë kundër problemeve të lëkurës dhe gjithashtu edhe problemeve të shëndetit të jashtëm. Arrat janë të mira edhe në procesin e përmirësimit të cilësisë së gjumit. Gjëndra pjenale në trup prodhon hormonin melatonin, që përgjigjet edhe për cilësinë tuaj të gjumit. Ky hormon që gjendet te arrat duket se është kthyer në një produkt mjaft të rëndësishëm ushqyes për dietën tuaj, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke nxitur rezultate fantastike ushqyese për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Përfshirja e arrave në dietën tuaj do të jetë një nxitje efektive e shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Prandaj, ekspertët sugjerojnë konsumin e rregullt të tyre si një prej formave më të mira ushqyese për organizmin tuaj. Ekspertët tregojnë se arrat janë të mira edhe për shëndetin tuaj mendor. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor të trurit. Një studim amerikan analizoi antioksidantët të dhjetarorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit cituan se arrat ishin një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni që të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të mbani larg komplikacionet, sidomos ato të kujtesës, përfshirja e arrave në dietën tuaj do të jetë një mburojë e veçantë ushqyese edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sipas ekspertëve, antioksidantët që gjenden te arrat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato janë të pasura me yndyrna, por këto yndyrna janë poli të pangopra dhe mono të pangopra të cilat do të mbrojnë edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Arrat mund të zvogëlojnë rrezikun kundër disa komplikacioneve të radikaleve të lira. Arrat mund të zvogëlojnë rrezikun e disa lloje të komplikacioneve duke përfshirë këtu ato të gjirit, prostatës, gjithashtu edhe problemet e kolesterolit. Arrat ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të peshës suaj trupore dhe si të tilla do t'japin rezultate fantastike në këtë aspekt. Duke konsumuar arra rregullisht do të ndjeheni më të ngopur, e cila do ju ndihmojë në reduktimin e kalorive, sidomos edhe nga ushqimi i ushqimeve jo të shëndetshme. Është e rëndësishme të përfshini arrat të stinës në dietën tuaj për të marrë edhe këto përfitime, citon Eltisajt. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.